Pas rasteve të çuditshme të shqiptarëve që janë evidentuar si militantë aktiv të agimit të artë në Greqi, një rast i ngjashëm vjen nga Italia. La Repubblica shkruan për një prej ultrave kryesor të Varezes, që i përket grupit ekstremist Blood and Honor të neonazistëve. Quhet Landi Gjoni, është një shqiptar nga Talja e Lezhës që jeton prej 20 vitesh në Itali, i dënuar më parë për drogë dhe prostitucion. Gjoni, përveç se pjesëtar i flaktit i tifozërisë ekstreme të futbollit, është edhe lideri i padiskutueshëm i grupit tjetër nazist Liarditi, që mbështet skuadrën e basketbollit të qytetit në veri të Italisë. Gazeta italiane publikon fotot e tij të profilit në Facebook me tatuazhe naziste, armë i gjakosur mes karabinierëve, duke bërë përshëndetjen fashiste përpara bustit të Duçes e kështu me radhë. Landi Gjoni, madje deri 2 vjet më parë, ka qenë pjesë e grupit të sigurisë të ish presidentit të Interit Moratti. Gazeta italiane La Repubblica, për të theksuar absurdin që një emigrant është pjesë e një grupi ekstremistësh që janë verbërisht kundër emigrantëve, kujton në rastin e vitit 2005, kur 2 shqiptarë vranë një antar të ultrave në Vareze dhe grupi neonazistëve nisi një gjueti shqiptarësh nëpër rrugët e qytetit, duke rrahur emigrantët shqiptarë me dokumente të rregullta.